Jezu Krishti, 6 para erës së re. Ndikimi i Krishtit lidhur me historinë e njerëzimit është aq i madh dhe aq i dukshëm, saqë rrallë kush mund ta diskutojë vendosjen e tij në fillim të këtij libri. Në të njëjtën kohë, me drejt do të ishte të bëj pyetja pse Krishti, frymëzuesi i fesë më të madhe të historisë njerëzore, nuk ka zënë vendin e parë. Padyshim, me rrjedhën e kohës, krishtërimi ka shumë më tepër i thtar nga çdo fe tjetër. Megjithatë, në libër nuk vlerësohet ndikimi i përkatës i çdo feje, por ndikimi i individit si i tillë. Në ndryshim nga islamizmi, kristianizmi nuk është krijuar nga njeri i vetëm, por nga dy, Jezusi dhe Shën Pavli. Kështu që merita kryesore për zhvillimin e kristianizmit u takon të dyve, ose duhet të ndahet midis të dyve. Jezusi formuloi parimet bazë të etikës kristiane, bot kuptimin bazë shpirtëror të tij dhe parimet kryesore të sjelljes njerëzore. Por besimi kristian, para së gjithash, është formuar nga Shën Pavli. Jezusi kreu një mision shpirtëror. Pavli e plotsoi atë me kultin e Jezusit. Krahas kësaj, Shën Pavli është autor i një pjese të rëndësishme të Dhjatës së Re dhe përhapsi kryesor i kristianizmit gjatë shekullit të parë. Jezusi vdiq relativisht i ri, në ndryshim nga Buda apo Muhamedi, dhe la një numër të kufizuar i thtarësh. Gjatë kohës së tij, numri i thtarëve ishte i vogël dhe vetëm nga sekti hebre. Fal shkrimeve të Pavlit dhe veprimtarisë së tij, të pavdekshme predikuese, ky sekt i vogël u shndrua në një lëvizje shumë të madhe, dinamike, e cila përfshiu hebrenj dhe jo hebrenj, duke u rritur shumë e duke u bërë feja më e madhe në botë. Jep se ndonjëri këmbëngul që Shën Pavli dhe jo Krishti duhet të vlerësohet si themeluesi i parë i kristianizmit. Logjikisht, ky argument duhet të na shpinte revendosjen e Shën Pavlit para Krishtit në këtë libër. Megjithatë, edhe pse nuk është e qartë se si do të ishte kristianizmi pa përpjekjet e Shën Pavlit, është më se e dukshme se pa Krishtin, kristianizmi në përgjithësi nuk do të ekzistonte. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë bazë që Krishti të mbajë përgjegjësi për gjithçka kanë bërë më vonë në emrin e tij kisha kristiane apo të krishterë të veçantë, dhe për më tepër, shumë nga veprat e tyre ai nuk do t'i miratonte. Për shembull, luftrat fetare ndërmjet sekteve të ndryshëm kristian, shkatrimet barbare dhe zemërimet e hebrejve janë në kundërshtim të hapur me predikimet e Krishtit. Kështu është e pamundur të thuhet se ato janë kryer në ndikimin e Krishtit. Sipas së njëjtës logjik, edhe pse shkenca bashkëkohore lindi së pari në shtetet e Evropës perëndimore kristiane, me vështirësi mund të mendohet se Krishti ishte shkaktari i përparimit të shkencës. Dhe me të vërtetë, kristianët e hershëm asnjëherë nuk e kanë interpretuar predikimet e Krishtit si thirrje për kërkime shkencore në botën materiale. Në të vërtetë, pagëzimi i romakëve ishte kremtuar dhe shkaktuar nga vërshimi i imprektë i nivelit të teknikës dhe nga interesi për shkencën. Ndërsa ajo që shkenca filloi së pari në Europë padyshim tregon se trashëgimia kulturore evropiane ka diçka që vepron këndshëm lidhur me mendimin shkencor. Megjithatë, ajo nuk është doktrina e kristianizmit, por racionalizmi grek, që gjeti shprehje tipike në veprat e Aristotelit dhe Euklidit. Duhet kujtuar se shkenca moderne u zhvillua në kohën e pushtetit të lartë të kishës dhe të besimit kristian, por në gjurmë të rilindjes, periudhë kur Evropa tregoi për së dyti interes për trashëgimin para kristianizmit. Jeta e Jezusit, siç është paraqitur në Dhjatën e Re, njihet nga shumica e lexuesve, kështu që këtu nuk do ta përsëritim. Së pari, shumica e informacioneve që zotërojmë për jetën e Jezusit nuk janë të besueshme. Ne nuk dim as emrin e vërtet të tij. Me besueshme është që ai të ketë qenë një emër i zakonshëm hebre, për shembull, Joshua. Në anglisht afrohet me Joshua.
Me siguri, ne nuk ja dim as datë lindjen, edhe pse paraqitet viti 6 para erës së re. Po njëjta gjë ndodh edhe me datën e vdekjes. Ajo duhet të njihej mirë nga udhëtarët e tij, por sot nuk dihet me siguri. Vetë Jezusi nuk ka lënë asnjë lloj dokumenti të shkruar dhe faktikisht të gjitha informacionet për jetën e tij janë marrë nga Dhjata e Re. Fatkeqësisht, Evangelia është kontradiktore për disa çështje. Për shembull, Mateu dhe Luka na japin në mënyra krejt të ndryshme fjalët e fundit të Jezusit dhe midis të tjerash, të dyja variantet janë marrë nga Dhjata e Vjetër. Jo rastësisht, Jezusi është përfshirë në Dhjatën e Vjetër. Edhe pse ishte përfaqësuesi i parë i kristianizmit, ai ishte i besimit hebre. Shpeshherë është menduar se shumë vepra të Jezusit ngjajnë me ato të profetëve të vjetër hebrej të Dhjatës së Vjetër, ku dhe kanë patur ndikimin e tyre. Si profet, ai ka qenë një personalitet me ndikim të jashtëzakonshëm, që linte gjurmë të thella dhe të qëndrueshme tek ata që e takonin. Ishte magjik në kuptimin e vërtet të fjalës. Megjithatë, në ndryshim nga Muhamedi që jetoi me autoritet politik dhe fetar, Jezusi në të vërtet nuk pati ndikime politike as gjatë kohës së tij dhe as gjatë shekujve të mëvonshëm. Kuptohet, të dy kanë pasur ndikim të fuqishëm të drejtë për drejtë në ngjarjet e mëvonshme politike. Ndikimi i Jezusit ndihet vetëm në sferën etike dhe shpirtërore. Duke qenë se Jezusi ka lënë gjurmë të thella në fushën e etikës, del pyetja se deri në shkallë normat e tij etike kanë lënë gjurmë te njerëzimi. Një nga porositë kryesore të Jezusit është e drejta e artë. Silluni me njerëzit ashtu siç do të donit që njerëzit të silleshin me ju. Sot kjo maksim pranohet pak nga shumica e njerëzve të krishterë dhe jo të krishterë, si një mesazh udhërrëfyes i sjelljes etiko-morale. Ne nuk sillemi gjithmonë në përshtatje me këtë mesazh, por nga ndonjëherë përpiqemi që ta respektojmë atë. Nëse Jezusi do të kishte qenë vërtet burimi kryesor i këtij parimi të përgjithshëm, atëherë me siguri do t'i jepnim vendin e parë në këtë libër. E drejta e artë është shprehur nga judaizmi shumë kohë përpara Jezusit. Rabini Hillel, më i shquar i shekullit të parë para erës sonë, e shpalli këtë mesazh si parimin më të rëndësishëm të judaizmit. Kjo mënyrë të menduari është e njohur jo vetëm në botën perëndimore. Filozofi kinez Konfuci e kishte shpallur këtë mesazh që në vitin 500 para erës së re. Ky mesazh gjendet edhe në eposin sanskrit, Mahabharata. Filozofia e së drejtës së artë është përfshirë pothuajse në të gjitha rrëfimet fetare. Këto tregojnë se Jezusi nuk ka patur mendime origjinale për etikën. Shumë pikpamje interesante janë paraqitur në Ungjillin sipas Mateut. Keni dëgjuar të thuhet: duajeni të afërmin dhe urreja armikun. Ndërsa unë ju them, duajini armiqt tuaj dhe bekojini ata që ju mallkojnë. Bëjuni mirë atyre që nuk ju duan dhe lutuni për ata që ju shqetësojnë dhe ju ndjekin. Dhe disa radhë më lartë. Mos i kundërshtoni së keqes. Në qoftë se ndonjëri të bie me forcë në faqen e djathtë, ktheja dhe të majtën. Këto mendime që nuk ndeshen te judaizmi në kohën e Jezusit janë disa nga mesazhet etike më të shënuara dhe origjinale të të gjitha kohërave. Po të respektoj kjo, nuk do të luhatesha për Jezusin që të zinte vendin e parë në libër. Por këto mesazhe nuk kanë mbështetje të gjerë. Në të vërtetë, ato nuk kanë gjetur miratim të përgjithshëm. Shumica e të krishterëve shënimin duajini armiqt në rastin më të mirë e quajnë ideal, që mund të realizohet vetëm në një botë të kulluar, por që në realitet nuk ka kuptim logjik. Zakonisht ne nuk sillemi ashtu, nuk presim dhe nga të tjerët që të sillen ashtu dhe nuk i mësojmë fëmijët të veprojnë në këtë mënyrë. Sipas kësaj, arsyetimet më të rëndësishme të Jezusit mbeten interesante, por të pranueshme në linjat themelore.